gjithë politikanët që e fusin. Ule pak mesë, ule, bravo, përshëndetje njerë shqiptarë dhe shqiptare. Zote mos, zote, jo, shtofë, shalla ju, kënof zemra, përshëndes. Të gjithë politikanët që e fusin dorën në xhep vetëm kur fillojnë zgjedhjet. Përshëndes një shokun tim kandidat për deputet që as grua e vetë nuk e voton. Me halle, pa halle, ne jemi tak fak lale! Jepi! Tak pat, luje quna, tak pat, ku quna Dëgjoni lartë e poshtë. Ka lezet shpirti. Atmosferë, muzik, jo sherrë shamat. Normale, qefe a hengo, Dori, qefe a heng. Dhe rim ke a hengu, rim ke qefi. Po. Afer detit, afer? Afer mretit, e kanë thonë para ta. Bravo. Po këta që janë afer detit. Po. E din që porin afer mretit, apo nuk e din? Falje se kom, se detin e di ku shoh. Ha? Po mreti, kush është? Bra, po prit. Pyesim ata që flen dhe zgjohen me det dhe i përshëndesim dursakt. Devi dhe Dori, përshëndetje. Jemi këtu në Durrës, në këtë vend fantastik të bukur dhe e di pse erdha këtu? Se pata atë idenë asaj shprehje së bukur, afër detit, afër mbretit. Deti nuk ka lëvizur, ka qenë, është dhe do të jetë. Ja ku është deti. Mbreti? Nuk e di. Pyesim, kush është sot mbreti? Dhe deti ja ku është? Sot kush është mbreti këtu? Mbreti? I pari. Kush është pra? E di Roma. Rraf, kujdesi atë bandis! Si dhe këtu e? Gjithë ne është. Gjithë ne është mbreti? Ajo është mbret. Ikoni zogun? Jo, atë zogun atje, jo, zogun tim këtu. Kush është sot mbreti në Durrës? Tonë du me ditën. Po, mbreti në Durrës, o Berisha. Na, merre gërnëti. Hiqe mërzin. Kush është mbreti këtu në Durrës me qëse ja ku keni detin? Kryetaria e Bashkisë. Sado që përpiqemi të fusim kulturë oksidentale, po ku marrin vesh këtë? Nuk i duket mas shpijare, e ka pas diku kënej. Dikur ka qenë Mretresho, Teut, ajo ka qenë dikur. Ajo quhet. Ajo, po. Ajo ishte, Mretnesha. O, kush qeka këtu? Tu qeka profesori. Do shkëm të takojmë, është artist i madh. E një gjithë Durrësi. Ja profesori. Po pse më quani profesor? Profesor si e? Ju falimderit shumë. Koç. Dhe po më bëhet shefi se jeni të parët në Shqipëri që bëni një intervist me Jonus Selimi, skulptor i persekutuar si në regjimin komunist edhe në demokraci. Jam nga ta që mendon ti unë. Me qënë se ne jemi në Durrës, unë kam ardhur Kastile nga Tirana në Durrës për të pyetur, ore, afër detit thon afër mretit. Ja ku është deti? Ku është mreti më? Kur fillon s'di të mbaroj. Mreti duhet jetë populli. Po jo mreti që ka qenë në burr. Kush është mret sot të Durrës? S'kemi mret fare. S'keni? Jo, nuk ka mret fare. Ne mret nesh. As mret të resh jo. Xhevahire ndjeni ju kokat e mëdha. Ore, këtu në Durrës thonë atë shprehjen, afër detit, afër mbretit. Po. E di ti apo jo? Po, e di. Shumë mirë. Tani, ja ku është deti? Po. Ku është mbreti? Mbreti? Zoti është. Oho, tani këtu më gatron ti mo. Kush ishte mbreti këtu që the ti? Mbreti ishte në Volga, ndaj poshtë nga Curila. Ashtu, ha? Po, një të shtu, një të djel. Del, ha? Del, do të atakoj të djel. A del për vete, apo del për pa popullin? A i del për freskëllëk, ta shikoj populli, Durrësi. Apo del për hallet e popullit? Del edhe për hallet të popullit a i. Bravo, shumë mirë, shumë mirë. Faleminderit sa as njës ma ka gjetë, vetëm ju ma keni gjetë mretin. Nuk u përbashta. Ja ku është deti? Kush është mreti? Unë jam mreti. Ji e mreti? Po. Pra ne më thanë mua nej që mreti është të dalë gjiro? Po. Sa ko ke me këtë mretnin tate? Unë qykëm ka lek, kam lek të më lishtërikës. E mo, e gjete mbretin. Po jo peshkun më zotëri, unë them mbretin këtë të peshku. Peshku aty është, ja ku është deti. Mbretin dua unë. Ja, dhe ty, të kujtoj të thuj një kallami. E zëvëndsove. Kush ta zëvëndsoj këtë du di unë? A jesh mbreti këtu? Kush jetë mbreti Durrësit? Nëse çuna vazhdoni ju, vazhdoni ca emisione se unë këtu do jem. Pa gjetë mbretin, nuk largohem. Hajde ik tani.
Ik se kemi punë. Ik se kemi punë. Hajde. Po pse, do thuash ti, dursakët, blonjatët, sarandjotët, Japan hajrin detit, Japan hajrin mbretit, gjo vlang këtu ti. Afër mikut, afër lekut, aty është. Ose për ndryshe, do përfundosh afër grus, afër sherrit. Edhe tani, me që jemi të miku jon. Miku jon kush po? Universiteti Luarasi, Doro. Universiteti Luarasi, po. Javën e shkuar, nënshkroi një marrëveshje historike. Historike, binjakëzimi me London School of Economics, e cila krijon mundësi të re për zhvillimin akademik dhe profesional të studentëve shqiptar. Ky bashkëpunim do të sjell plot 3 programe të reja akademike. Të lutem shumë mikëndo. Menaxhim, Vdes për menaxhim. Finance, po, ëndër. Data Science, dhe do të ofroj mundësin për diploma të 2 fishta. Shqipëri, Angli, Si fali sekondë, nuk kemi nevojë më me ikë në Angli me po shkolle? Jo, kjo jep shumë rëndësi ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë për zhvillimin e ekonomisë shqiptare. Ky hap i rëndësishëm do të kontribuojë për studimin e të rinjve me standard europian, pa u larguar nga vendi dhe në zhvillimin profesional të tyre për tregun global të punës. Haka lumsa o Luaras! Doro, e kam për të gjithë prindrit shqiptar. Se dihet, investimi i prindrëve shqiptar, si që ka ndodhur me ty dhe me mua, është tek fëmia, të shkolla që do marri ky fëmijë. Mos harxhoni parat kot për jashtëtetit, se jashtëteti ka ardhur këtu. Erdhi Anglia këtu? Po pra, te Luarasi, është thjesht fare, Doro. Devo, ke gjetë momentin e dur, 42 vjeç me 2 fëmijë, unë filloj tani fakultet më burri dhe. Ashtu Unë doja të si shpirë në Angli. Ja, përvaja. Kaq dhe shihemi pas pak të tak faku se kemi një temë, Doro, me... qa ishte ajo, qa ishte? Lëre se nuk po ta them. Qa ishte? Kthehemi pas pak. Denonconi në numrin tonë, në WhatsApp 068 900 90 50 dhe ne ju përgjigjemi tak fak. Ne dërgoni foto dhe video denoncuese. Ne ju japim hapësirën e duhur. Nuk kemi hallin e Osman Takës, se nuk rron më. Kemi hallin e Dervishit. Dervishi? Dervishi emigranti a shtetit. Erdi këtu në Shqipëri edhe... Erdi me rregullu dhomët? Po jo, mor. Jo. Si që bëjnë gjithë emigrantët shqiptarë, kur kthehen në tokën e tyre, i bëjnë nderimet parëve tyre. Vaj, ta thot laj, sa herë vjeçaja, ikin ke Varrezat. Po, pra, është normale. Shkoj, Dervishi i gjohën Varreza. I bënde nderimet gjyshes, edhe gjyshit. Shumë mirë bërë. Por pat që aty... Qa pa më? Ja, shikoj. Ky nuk është një gur i çfarëdoshëm. Ai gur është koka e një varri dhe mbi të ka ullinj. Këto varreza, ka qenë varreza myslimanë të kohës vjetër, që nuk bërshin me mermere, me gjëra të tilla, po bërshin myslimanë të futeshin edhe me qefin, me stranica, me pa bërë. Qosh një plakat, ose rrethosh me gur, varri dhe kaq. Unë, kur jam kthyer para 7 vjetësh nga Italia, i kam parë që këto varreza ishin mbjellë fidanullish. Kam vajtu tek deputeti i zonës, i kam thënë atija. Tek cili deputet? Tek Vullnet Shina. Vullnet Shina ka marrë administratorin e Sevasterit dhe i ka thënë ato varre,
Ai tha që këto varre janë varre të vjetra dhe nuk dihet historia e tyre. Kur unë këtu kam edhe të gjithë këtu, po ata që e dëgjojnë, e din që kanë gjyshit, 4 gjyshit, dajot, gjagjallar, i kanë këtu. Kush i ka mbjell këto ullin? Këto ullin i ka mbjell Tozaj, duke e zaptuar këtë tokë. E kemi diskutuar me atë që zaptusin, unë, kryeplaku, ky administratori edhe policia. Dhe i kam bërë dhe pyetje, pse e ka zënë? Dhe kam zënë si që ka zënë gjithë tjerë, thotaj. Nuk e di se kush kanë gjithë tjerë që kanë zënë, unë shikoj që ata ky ka zënë varret e mi. Nëse ka zënë varret e tij, le ti mbaj. Varret e mi jo, ti lëshoj. Kam bërë kërkesën bashki, nuk është më kthyer asnjë përgjigje. Herën e fundit më ka thënë, ditën e premte që kaloi, do vinte policia këtu do të hiqte. Nuk ka ardhur akoma. Le të provojmë këtë herë për të marrë në telefon administratorin e njësisë administrative në Sevaster për të pyetur nëse realisht aty ka pasur një varrezë apo një ullishte e cila nuk i ka shërbyer askujt përveç se pronarëve të ullinjve. Telefonojmë zotin Bujar Pashaj. Jam Rovena Cerka, jam gazetare nga News 24. Na ka ardhur një denoncim në redaksi për një çështje, për një varrezë të vjetër të pretenduar e cila sot është mbjell me ullin. Unë di se ai zotnia që ka pat një gardë atje ka hapur atë gardin, e ka hequr gardin më duket. A ka qenë varrezë aty? Varrezat janë spostuar aty, kanë vajtur te varrezat e fshatit lart. E kuptoj, po do me thënë aty ka ende varre. Ka varre, po. Ka varre. Dhe ndërkohë, pjesa e ullishtes, kur është bërë aty? Pjesa ullishtes është bërë pothuajse nga vitet të 2000, nuk e po ka 15 vjet ullinjeta, po. Dhe ajo pronë është privatizuar ku janë ullinjt? Ai e ka të si gjithë të tjerë të zaptuar, sepse janë të zaptuar gjithë Sevasteri. E marrë vesh, por do me thënë aty ka ende varre dhe kanë qenë varreza, është i sakt pretendimi i zotris. Tash nuk ku dihet aty këta që nuk kanë vajtur, do me thënë këta nuk janë bërë as të gjalla as të vdekur për to dhe çfarë them mund tash i vini kërkojnë, aty nuk e di se kujt është. Edhe nëse ka ndonjëri. A nuk ka një ligj ose një normë morale që nuk ndërtohet apo nuk mbillet mbi varre? Atje ku ka varre, mos e fut këtë atje në atë pjesë. Atje ku ka varre nuk është mbjell. Po ti po vazhdon po thua pra që ka ngelur ndonjë varr tek këtu ka ata që nuk janë zvarrosur. Po ti mos më këngul tash ti ardh po të sosh marr gabim, unë të them nuk ka varreza kujt e turru. Atje merr bën një ekspertizë me skrep merr nëse do zbulohet varre, ai let varret atje nëse të futet ai në grupën. Qa kishte mbjell kyre? Ullin vareza, vllai, shikoni se ç'bëhet këtu. O zotër, hesa vash. Zot na ruaj. Hesa vash se po shkel ullirin, hesa vash. Jo për gjë. Po me këtë që më pan syt, do iki urgjentisht tek varrezat e fshatit tim të shikoj se si është gjyshja edhe gjyshi në Vardor ose aty mund të kenë mbjell jo ullinj, po mos kanë mbjell në një molla, në një dardha, në një salata, në një rukola, se hajde mere vesh shqiptarin. Dëgjoj tani se shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme kjo që do të pyes. Dëgjoni edhe ju këtu. Shumë e rëndësishme. Me sa është kilja e vajit ullirit? Po ai ka halli që i kanë zhdukur varrin e gjyshërve ti thua litri. Po më fal pa i administratori, ç'a thot ai më vlla, jo hape, jo mos e hap. Administratori, si duket nuk i ka vdekur asnjë nga familja, nuk ka asnjë në varreza. Se me lirshmërinë më të madhe, dëgjove se ç'a tha, fut skrepin vlla, shiko, ka varr aty, s'ka varr aty. Futet, janë. Por me tak fakt, quam Rovenën ton te ky zotnia, që siç thon këta, pas ka mbjell ullinj në varreza. Dëgjoj këtu edhe një herë. Mos hallëro, thy Rovenën sa është litri vaj. Po lëre litrin e vajit të keqen. Punë mbar, si jeni? Si kaluat? Fali, ju jeni zoti Toze? Ik me kamerën më qas këtu brenda portës. Shtukur, flasim me. Po s'jam brenda portës, jam te rruga. Ikni se i ke sjellë spatën. Spatën. Si do marrë spatën më? Spatën të vrasë. Mua? O zotrinj, se Ikë.
Vrëmët e mua. Të lutem, dëgjoj. Më prishin qika ty që herë. Pse e silleni kështu? Nuk dua pse e kemi... Shiko. Dervish Koka e kujta e ti. E dervishit kjo, e bajt më tukët. Po ti len. Po ti qneti. Dëgjoj. Të lutem. Len ikse do mbys. Si qartë, ju keni qenë dhe arsimtar, nuk shkon kjo. Të lutem, mos. Mos. Ikon me atë gu. Qikse ti ke hardu kasili për keq, se në herë dhe në për. Ikon ti po qe. Hajni, dëgjoj një sekund. Mos! Ik! Po ik më qëro. Po mos dhe në qatë të shpia ime, ti! S'kam punë me juve. Më dëgjoni pak, Mos! Po jetë e porta ime, po ik se jetë e porta ime. Ik pak se kemi ardhur për të folur, jo për të zënë. Po ik më qëro. Sështë i sotit ti bëj varë dhe i ka atje. Dhe të futët e varë dhe tia. Por në me lërë që më të flasë. I ka atje poshtë varë, i ka gjithë. Unë e të flasë një njëri intelektual. Po i ka qëro, po ik. Oti, lemre adhe shi. Ju lutem. A keni mund si diskutojmë? Administratori fshatit herdi. Edhe a ishte i fshat, ja e ka shpin këtu. Herda more la. Shiko, tani nuk është sjellje kjo ta kap një gruan ashtu. Po tani goxha burr keni qenë dhe mësues, është sjellje kjo. Vetë tensioni 40 më i zon. Po dal mërtim. Po lëre më të flasi zonjat. Po ik ti, po ik ti. Jo. Çai keni këto more? Është dervishi. Jo, çai keni këto? Hajde u të dervishi. Hajde, mos, zoti Taze. Jo, të lutem. Zoti Taze, ju lutem. Po hecoj ka dhe burrin. Po ka dhe moj burrin. Të lutem, lere së patën. Jam e detyruar të marr policin. Jemi detyruar të njoftojmë policin. Më dëgjoj, janë gazetare nga 24, janë në qytetin e Vlorës. Kanë një denoncim për një çështje varrezash dhe pronësie. Dhe njëra nga palët ka marrë së patën dhe kërcënon për të vrarë palën tjetër. Sevaster, po. Po, faleminderit. Njoftuam policin, kemi njoftuar ndërkohë edhe denoncuesin tonë për t'u larguar, pasi zoti Tazaj e kërcënon për ta vrarë atë me sopat, siç edhe e pam nga regjistrimet e mëparshme. Dhe në këtë moment do të presim policinë e Selenicës të mbërri në fshatin Sevaster dhe për arsye sigurie ne do të largohemi drejt automjetit tonë. Hajde shpejt. Po ku shkon me spat? O to zotjali. Po qa bë kështu më? Se le nam në gjithë shatin, na pa takse dhe rovenën jo për gjë. Qatë keqe ka me dal me spat? Si? Po nuk e kuptoj unë shqiptarëve më burre dhe qa keqe ka me dal me spat? Unë me spat dal për ditë dha. Vërtet? Unë nuk dal nga shtëpia pas spat. Unë s'pi kafe pas spat. Ora, unë nuk bëj bisedë me grunë pas spatër. Ta theme sinceritetin më të madhë. Unë këtë e maj me vetëm e të qatë keqe ka më burre dhe... A kuptoti me qatë keqe ka më... Na u trem gazetarja se nëzorëm i spat. Asi gjotë keqe s'ka. Jemi mrena normave. Jo. E pra, që ta dish. Ullu, Tozo, ullu. Më falë, ullu, Dori. Dori. Tani. Urna. Po pse, jetimi kemi gazetarët neve. Jo më qa fleti. Sa nëzori spatën, Tozo? Po. Sa u pataks rovena? Po. Tak, erdi policia. Si erdi policia, kështu tak thake? Respekt dhe shefo. Ne u
u rikthyem në të njëjtin vend ku pak më herët u kërcënuam me gur dhe sapat. Ikni se nuk e sjell spatën. Spatën. Si do marrë spatën më? Spatën të vras. Pikër ti po qe. Po tani dëgjoj një sekond. Mos! Nga zotria i cili pretendon se varrezat nuk kanë qenë në vendin ku është bërë tashmë ajo ullishte. Por këtë herë nuk jemi vetëm, jemi me mbështetjen e policisë së shtetit për shkak të gjithë situatës së krijuar, e cila po kryen edhe verifikime dhe një kontroll brenda ambienteve të shtëpisë së tij. Pjesë prone, e cila është bërë nga varreza, është bërë ullishte. Dhe ku ka qenë si situata, kanë qenë varrezat aty apo jo, çfarë ka ndodhur, dhe zotria nuk ishte shumë ikpritës. Na ofendoi me fjalor banal, më pas mori gur duke na kërcënuar, pastaj tha do marr sapatën për të shkuar tha për të vrarë denoncuesen. Unë mundova që ta qetësoja, por vazhdonte domethënë prapë për të ardhur për sipër për në fshat. Dhe ikëm. Juve do bëni kallëzim për pjesën që ju ka kërcënuar, pjesa tjetër punën tuaj do ta bëni. Nuk ka ndonjë problem, pse çfarë problemi ka? Do ka atje në vend, do vini ta shikoni. Ju nuk do shkolni ullin e gjëra, do thjesht do merrni një ekspozet asaj si është situata. Faleminderit jam që erdhët. Ju ne kemi për detyrë që të vim. Ai për atë do mbaj përgjegjësinë. Çunat e policisë së shtetit që u gjendën me njëherë erdhën tak fak Doro. Bravo i qoftë, po me thënë të drejtën, nga kjo temë unë zorra një leksion shumë të madh. Çfarë leksioni? Duhet me ikë më tepër ke varrezat me parë tanë vo. Jo ke drejt. Se kemi përtik aty do gjejmë domate, kastravece, do gjesh edhe në një me spat që del aty e thot është toka ime, nuk është varrez. Po nëse unë jam korrekt me këto punë, ti e di unë i bëj të gjitha detat. I bën atë ti? Po i bëj që skemat punë i bëj. Fal. Ha. Gjyshen që i ndrit shpirti, ku e keni? Të cilat varreza? Në Tufin. Tufin? Jo, një sekond. Jo, është këtej më burë. Ku, në Sharr? është në Sharr më burë. E kem Tufin apo e kem Sharr? Jo, një sekond, nuk është ashtë në Tufin as në Sharr më burë. Një sekond. Alo? O mami, po ku është gjyshja mi edhe i herë? Ku është gjyshja se s'pëm marrë vesh tani? Gjysja pas ka vdek në Francë më burë edhe që ka Tani, që është e vërteta? Po. Duhet pim pak ujë. Po prit! Se ujë gjenë kudo sot, por ujët mirë, vjen direkt nga burimet e malësis madhe, është vetëm ujë fab. Ti e di, unë hap shishen e pi direkt. Po direkt, se unë që do bëje. Le të vim miqtan dhe pastaj vim direkt këtu me pjesën e tretë që do jetë gallat e qyfyre. Denoncuni në numrin tonë, në WhatsApp 068 900 90 50 dhe ne ju përgjigjemi tak fat. Në dërgoni foto dhe video denoncuese. Ne ju japim hapësirën e duhur. Mu mli pa rogë, mli pa gru, mli pa buk, vetëm pa të qeshme, mos mle. Do të qeshës të? Do të tesh për qeshme. Po do qeshme, do knaqemi tani me qyfyre o shqiptar. Shikoni se ç'kam bërë, shikoni. Ja ti zovirë. Ore përshëndetje ere se u haruan fare. Ore si t'ka ty vllai, ha? Mirë, Xhan, mirë, por me gocat e kam hallin. Se ç'a problemi kanë gocat? E di si duan të bëjnë gocat sot? Po si se di më, si mamat e tyre të bukura të Po punëtore. qa mamaje, dëgjoj doktoreshën se e thot vetë kjo. Është trendi i momentit, për shembull momentalisht po kërkojnë si Xheneta, se kështë momentalisht është përmendur më shumë po ta marrë në social media, po. Duan të bëhen si Xheneta. Po, si Bora Zemani, si Benjada, po, si Benjadën e kemi të parë. E dëgjova ç'a tha? E dëgjova, si Xheneta. Si Bora Zemani? Si Benjada. E pra. Po si s'doli njëra thot duhet bëjmë si Lajrt Vasili për shembull. Po pra.
Një femër e formuar... Do e thoj një femër me pare? Po, edhe me pare edhe formuar, nuk mund të marri për burr Një qarë për shembull. Një kamarier. Po pse? Ato se di, unë kjo e di. Një femër e formuar, nuk mund të zgjedhë një kamarier. Po, në fakt është e drejtë, Anisa dhe mosha ime 36 vjeç nuk mund të marrë një kamarier. Sado ta dua, sepse i kërkojmë pjesë kamarierëve se ishte thjesht. Ha, e dëgjove çfarë? E dëgjova. Si e dëgjove? Po nuk e di më vlla, nuk e di se nuk jam femër e formuar. Po nëse kjo çupa e di që një femër e formuar, nga koka edhe nga xhepi, le të themi, merr për burrë edhe një kamarier o xhan, edhe një banakier, merr edhe pronarin e lokalit po doj. E po këtë se kisha dëgjuar ndonjëherë. Ha ma thuaj, ha. 20 vjet kokra e qershis. E di ku i kishte ngecur ti? Një sekond. Mos më thuaj që i kishte mbetur ku? Në xhep. Jo në xhep, po jo, në hund. Që një rast para disa vitesh që ai e kishte trup të huaj në hund prej mbi 20 vitesh. Ishte një far qeshie që kishte ngelur zotris ku ishte i vogël dhe që për shkak të vendodhjes ku ishte nuk e kishte hequr dhe kishte përfunduar duke krijuar një gur të madh që quhet rinolit, pra guri i hundës, që zinte gjithë hapësirën e hundës. Më fal tani, po si i ngeci në hund? Po nuk e di se si i ngecin hund, se mua nuk më ka ngecur ndonjëherë hund o vlla. Po ky me hund ha? Po ku di unë, base. Tani flasim pak për ekipin e çunave Tiranës. Ma ke boj qefin. O Tiran, ti për ne je kampion. Ekipi i Tiranës, 90% të kalamajve që stërviten aty e më the të thash, e di nga janë? Po nga Tirana pra. Jo, ja. Sot ekipi Tiranës bazohet te Zejmeni Lezhës. 90% e ekipit bazë e Tiranës është nga Zejmeni Lezhës. Nga Zejmeni i Lezhës? Po. Po ç'është ky muhabet më vlla, po mos i thoni ekipi Tiranës, thojini ekipi Zejmenit. Po, dëgjoj pak të historinë se o e bukur shumë. Hajer. Kjo këngëtarja, kur ishte në dietë me këtë dietologen, sa ikte dietologja, tak hidhte çarçafin dhe merrte lart ke shtëpia picën. Ua? Po. Kishte lidhur disa çarçaf të qendrës, i kishte lidhur një nga një dhe çdo darkë porosiste pica dhe pi energjike. Dhe rastësisht O goce, unë them ti bi shkurt. Kur të hahet, ha mi goc. Po ha, moj ha. Ha se po na bi nga balkoni. Të keqen. Ore dale se i haruan fare këto çupat e përputhen. Do të bër bukur studio, plot me trëndafila. Jo, studio është mbushur plot me... Me çfarë? Emi shpreu një fjalë. Mua më kanë rritur, jo unë jam më adekuar se sa ti son zonë një femër, kështu siç po të rriti me unë. E zoni në goj e falje, dhe ta them prapë të më keq. Qa tha mo, qa tha? E hëngsh dhe u përlyfsh. O goca, pa zotin, shkoni hani ke menza topit, mos na hani tani. Po shkoni atje u çupa që keni këto se gatuajnë dhe mirë aty. Ama se shtur. Lutem unë ty. Se ku e kishe çantën ti, ku e kishe O goca, stop, nuk thuhet më përput. Eta lumsha, ky ishte tak fak dhe për këtë javë shqiptar, shihemi prap. Kur? Të hënën tjetër. Të hënën e? Pore. Ata unë sa zemrën. Bjeri, mora se më plasë. Bjeri.